Hej njerë, qa ka, jë Magoni, edhe në që këti këqia. Edhe sët, kemi me pa një shpjegim të ri, edhe nuk është as trik as kur gjë, po është një prerje falsë. Edhe prerjet falsë i kum të regu ma mëti, para si me bot vetën e gjemitit e në shërë, ku i kum të regu disa tjeshta. Edhe tash kena me kalut në do prerje falsë ma ndryshe, që ndryshe cilën prerje falsë 3 fishta, që vi vjen 3 tubë, me ndani tubë, në 3 pjesë, dhe që ato 3 pjesë kemi i këty prapë njëjtin vend. Do këmë thëtë se po përzien, po në fakt nuk përzien heq. Edhe në këto përziri janë dy klasike, ku dalojnë njëna prej tjetërës veç në mënyrën që shpikat, edhe është shumë e thjeshtë, edhe një prej ma thjeshtave, se ka edhe prerje falsë ma ndryshe dhe ma të komplikume, po këto e ma thjeshta që jo me i kuptu edhe me i bo gjatë një triku, kur doni me majtë një pjesë tubës, se krejt tubën në renditjen e njëjtë, veç me u do kësa po përzien ato. Shkoni njerë në performanca disa, edhe ma së cilës performancë keni me pa shpjegimin, edhe keni me mësu sa ma mirë. Prerjet falsë besoj se dini që prerjet falsë janë prerjet ku edhe nëse e prim tubën në disa vende, prapë renditja e tubës ka me mbeti njëjtë. Për shembull, fillim e kena pikën zemër, dhe sa në fund është pika fletë. Edhe tash, kemi bo një prerje falsë, që është prerja falsë e 3 fishtë më e thjeshta për mendimin tëm, edhe është më e mira. Edhe kjo bo në durë, dhe me thonë s'ki nevoj për kalorinë si ajo që e këmë tregu ma mëti për këto kështë. S'ki nevoj heq, edhe kjo është prerje falsë 3 fishtë, po është me tavënin, kështu që tash kam i bo veç në dorë. Edhe tash, prerja e parë falsë është shtë. Prapë mejtë pika zemër dhe pika fletë, ose shkëm kështë, nëse dëre me zbugru pak e me kështë. Këto janë prerjet falsë ma të thjeshta, edhe masame i kena me kalu edhe të një prerje falsë që është në qeshme me këto, po keni me pa që këme pas në ndrime të tubave. Po në fillim që shkojnë asë që shme bo, këtë prerje falsë. Okej, te këto prerja falsë e para, që është prerja e 3 fishtë ma të thjeshtë që bëhet në dorë, bëhet kështë. Keni me majnë tubën me dorën tjetër, për dorën të fuqishme që e keni me majnë në njërën bedo grip. Edhe këtu këme pas shumë mbajtje që i këmë tregu edhe në vedo mbajtje shpëndarit dhe prerja e letrave në dorë, kështu që nëse i keni pa të vedo mirë, nëse jo, linkun ja unë në description poshtë, këqërni ta manë që është dojtë me po mbajtjen e letrave në dorë, se shumë këme përdor emra që nashta kur si keni një. Që kjo është mbajtja bedol dhe bëhet kështu në dorën e gishti madhë mbajtë poshtë, gishti i mesëm nalt, pibjen djathtas, e gishti tregus këmë u shërby për me prej, kështu. Kështu që shkoni aty keni me pas shpjegimin taman, a këtu këme shku veç shkurtimisht. Keni me majnë mbajtjen bedol kështu, edhe keni me prej 1/3. Që pibjen 1/3 e tubës, keni me prej me dorë, edhe kemi me kap në dorën tjetër si shtipalë, kësi si krokodil, për me mbajt mbjajtjen mekanike, edhe mas ne vazhdani me po edhe një premje, ama mos se kapni këto kështë, që këmë të regu edhe të prerja e 3 fishtë në tavëllin. Mos se bëni këtë prerje, po bëjni kështë. E prejni 1/3, e qeni në dorën tjetër. E prejni në gjysë, edhe tash që keni me bo, është kështë. Keni me marrë dorën e majtë që keni këtë 1/3 e tubës, edhe keni me shti të mes gishtit të nazës, edhe mes gishtit madhë, edhe që do këtë kështë. Ta shpimani të 3 letrat mekanikisht, veç gishti i vogël me të si jashtë. Edhe tash, që që keni bu këta kështë. Kjo është tuba e parë, bëhet swing cut ose prerje me krah.
po një swing këtë, po mos e prejni dhe në fund, po me nej me kap në dorën tjetër, po këta është shtini për fundri, që me majtë me të 3 gishtat. Edhe tash është renditja është 2, 3, 1. Jo është tuba e parë, jo është e treta, kjo është e dyta. Tash, ju mune me bo në mënyrën ma thjesht që është kështu. E kapni këto në dytën, e shtini dorën, që me bjene shtini dorën këto, e kapni këtu, e kapni, kjo treshi, e kapni dyshin, edhe njëshin që është në fund. Edhe tash ju kam et, zemrën altë, fleta poshtë. Që vi bjen shpejtësit madhe është 1, 2, e shtini këtu, 2, 3. Që vi bjen 1, 3, 2, 1. Edhe është shumë e thjeshtë, edhe është shumë interesant. Edhe mune me bo kështë, me bo këtë, edhe me bo masaj me swing me këto, me prerjen me rotullim. Edhe prerjen me rotullim e kum tregu ma mëti, është kështë, prerje, e kapni me gisht të nazës, e kapni tretën, dytën e mani kështë, e preni me rotullim, edhe është këtu, edhe i rishon një letra tjera për mi. Edhe tash që kam e të kja, zamra, edhe kjo kështu. Që do me thonë, shpejtësi që shdokin këtu dy atin kështu. Kështu. Edhe janë shumë thjeshta, mirë po janë shumë efektive, si do mos kur bëni magji rrugë, se këto nuk ju mesin letrat në për tokë me pas nevoj për najtë tavolin, po thjesht e keni bu me ndorë krejt. Ndërsa prerja false e fundit, që është normal renditja e njëjtë, zemra fillojmë fleta në fund, është kështu. Do këtë pak ma interesant për këtë shka. Edhe mënë një me vrejt që një, i vetë me dalim është që nuk e kapi tubën e dytë, e kapi tubën e parë. Ama në fund e ndroj. Edhe është ma interesant, edhe është pak dhe klasike. Edhe jo mënë me shtu të vizje durve që në datë me shku dora, majta si deltës. Shka e qëta shpjegime e kësara që është edhe ma interesant. Edhe përzirja e fundit, që është edhe ma interesant, do këtë kështu, në pamjen tonë do këtë kështu. Edhe është e njëjta ide, që bi bjen pjesa e parë është krejt njëjtë, pjesa kështu është prerje, e kam me dorën tjetër, edhe prejni këta e ndonin gjystë. Edhe është krejt e njëjtë, e shtini këta në fund të gishti i tretë, edhe keni kështu poshtë, kështu, gishti i madh i madh të trijat. Dërsa këto gishtat së cëllaj, për pos gishtin vogël. Tash që keni me bo është kështë, peshenin që është këto renditja, tash e kapni të parën, te këto e dyta e keni pas me ka prej kështë prej mesit, a këto tash keni me kap të parën. Tash kur e kapni parën veç e kapni këto, edhe tash keni me bo qështë, sa e keni këto në bajtje mekanike, mere gishtin e tregus që e keni edhe shtin e përfundri, që vi me anin qështë. Bajshën e keni kështë, është një përfundri. Kitë gishtë në tregus këtë. E mërën edhe është një përfundri. Edhe që munën e bëjtë që shtë. Kitë levizën kështë. Që bi bjen, e keni këta në bajtë mekanike, është një gishtë në tregus, edhe veç nga e shtyni, që letra më majtë mes gishtë tregus, edhe tri gishtave tjera. Edhe e mani kështë, e kapni këta tjetërën, letrën tjetër, jo e kapni e ki tubën me ren, që vi bjen kjo ki dyshi, e kjo ki treshi. E tash do në me jatë qitë këta për mi, edhe jo mundë në me jatë bot, të e majtë krejt këta, edhe të jatë qitë për mi. Që edhe të përsëris edhe njëherë, prerje prap, e kështeni këto përfundre, të e treta, gishtin e parën, gishtin tregus, e bëni një kapi këto, edhe masën e kap një letrën këto për mi, që një këto, edhe masën e shtu një tjera. Që në shpejtësi i bjen kështë. Dhe këto pak në slow motion,
Se apo e shini që letra po del kështu. Ç'është është ka bot. Mundeni me bo dhe me një dorë, po nëse nuk po mundeni me një dorë me këthy mrapa, atëre krejt që a bëni është kështu. Shtini këto, shtini. Nëse s'mundeni me një dorë me këthy mrapa, atëre mundeni me ndimen e tubës tjetër, me shti këtu. Edhe që kjo është prerja falsë, që është edhe kjo prerje klasike e trefesht, po veç e ka një bukuri se me letrën e parë, jo me tubën e parë, mundeni me bo qështu. Edhe është pra prerja falsë, pika me në fillim, edhe kjo është. Që do me thonë, asë një letër së ndryshu, krejt ka me të letër të njëjta. Edhe që kjo është ideja ma e thjeshtë për me bo që drejt. Që kjo ke për shpjegimin e kësa jave, për prerjet falsë trefeshta, po shpresoj si ju ka pëlqy, edhe njëjtën kohë, keni mësu ato edhe keni me i shti në për trikat e tua që dëni. Edhe, nëse nuk e keni vë like faqen Mëso Magji, bëjni like, linkun ja vlu në description. Edhe nëse dëni me shtu në përjetët sociale, shtëm edhe në për ato si Facebook, Instagram ose Snapchat. Edhe mos harroni me bo subscribe, që mos më i ka një video në YouTube që e qef. Kryni krej këtu, dhe shimë dhe një javën tjetër me trika dhe shpjegime të reja.